Territori i Kosovës për datën 5 mars 2026 do të karakterizohet nga motë relativisht i paqëndrueshme me vranësira dhe reshje të lehta shiu në disa zona. Paraditja do të sjellë intervale me reshje të dobta shiu, ndërsa pasditja vijon me vranësira dhe motë kryesisht të thatë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 1 deri në 12 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 12 gradë Celsius. Pej 3 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 12 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan 2 deri në 11 gradë Celsius. Perizaj 4 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 7 gradë Celsius. Suharek 3 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 10 gradë Celsius.